الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وإخوانه. Lavde pa thonë Allahu Gjelle Gjelalu, Zotë gjithësi, Zotë i botrave, salavatë dhe selame më për zemërta dhe më të sinqerta për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, vëllezër të nderuar, i qofshin farë Allahu Gjelle Gjelalu, i cili na mundson dhe na lehtëson që takohemi në këtë takim javor. Kulusim Allahu Gjelle Gjelalu të shprazmi në falje, mëshirë, mirësi dhe begatisin këtë botë në botën tjetër. Dhe sonte jemi në kapitullin e mësimit historikut profetit fundit të Allahu Gjelle Gjelalu të Beni Israilit, që është profeti dhe i dërguari Allahu Gjelle Gjelalu Isai i biri Meriemës. Thjesht që ky emrim i cili ka ardhur në Kur'an, Isa ibn Meriem, me dal pak se është tingullon në vesh qysh në fillim, nuk është emru njeri në sipërfaqen e tokës nga Ademi alayhi salatu wassalam deri tek Isai alayhi salatu wassalam me këtë emrim të tillë, Isa ibn Meriem, Isai i biri i Meriemës. Dhe këtu dyre nën kuptohet që Isai alayhi salatu wassalam ka lind pa babë. Dhe nuk lejohet shariati në Islam, por edhe në shariatet legjislacionet e mëparshme, që fëmia të emërohet në emër nanës, filani i biri filanes. Kjo është ofendim. Dhe si pasojë shariati Islam nuk e lejon. Vetëm në këtë rast, i cili është rast mrekullie prej mohet Allah Gjelle Gjelalu, që Isai alayhi salatu wassalam vërtet dhe i pa dyshim është i biri i Meriemës. Mrekulli prej modit Allah Gjelle Gjelalu. Dhe nëse do jep dikush tjetër një emrim tjetër i tillë, atëherë ka pikë pyetje të mëdha. Pas sugjerin dhe të fiku emri i babës. Dhe për këtë ka mi djalë në shariatin Islam nuk lejohet që fëmia të regjistrohet në emrin e nanës, por se në emrin e babës gjithmonë. Dalim si e përshkruan i modhi Allah Gjelle Gjelaluhu ardhin e Isait alayhi salatu wassalam në dynja. Mrekulli prej mrekullive të Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe si e përshkruajnë tjerët, subhanallahu. Është edhe si për koincidencë ka qellu që jemi akoma në valën dhe në vorbullën e të ashtu quajtura festave të lindjes së Krishti sot, ose të Zotit, ose të birit Zotit, si që e thuin tjeri. Ja Rabi i modhe dhe në fillof të herë logjika dhe arsyet, na i rujt ata prej ndotjes e cytjes shejtanit, dhe ja Rabi i modhe Zot Gjelle Gjelalu na drejtov dhe orientov dhe uzof aty ku është më vërteta, më e drejta, dhe më e hajrit dhe dobishmja për dynjon tonë dhe për ahiretin. I modhe Zot Gjelle Gjelalu për ardhjen e Isait alayhi salatu wassalam ka zbrit një kapitull enkas në Kur'an, që quhet kapitulli i Meriemës ose suratul Meriem. Pak disa fjalë lidhje me Meriemen radhiyallahu anha. Thuhet që Meriemja radhiyallahu anha e vetmja femër në kohën e saj që u nguju në manastir. Si ishte bon tradit në Beni Israilit që të ngujumit ishin vetëm çfarë? Pura meshkuj. Po dhe shërbëtor të faltorëve ose të manastirëve të tyre. Ama Allahu Gjelle Gjelaluhu qyshke lindja e Meriemës radhiyallahu anha e shpalos në surën Al Imran që e kish veçu i modhi Allah Gjelle Gjelaluhu qysh në ngjizje që do t'jetë gruaja më fisnike
dhe më e devotshme dhe më e pastër në gjitha gratë e Beni Israilve. Dhe si pasojë e madhe Allah e ruajti këtë grup të ndershme dhe fisnike dhe distancoi prej shoqërisë Beni Israil dhe i obligoi në thojza që e vetmja grup për herë parë në historikun e Beni Israilit të ngujohet dhe të i shërbente faltorës së kujt? Zekerias alayhi salatu wassalam. Lidhje me prindit e Mërjemës ka shumë gojëdhëna, shumë mendime, por se nuk kanë ardhur fiks me emër. Ka ardhur një lloj epiteti në thojza kur u përball me popullin Beni Israil në lidhje me ngjizjen e Isait alayhi salatu wassalam dhe shtatzanisë së saj me Isa alayhi salatu wassalam. I tha populli: "Ja ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya." O motra Harunit, mirë po gjithë ulemat unanimisht kanë thonë që në vërtet nuk është Mërjemja radiallahu anha e motra e Harunit. Haruni kush ishte? Vllai i Musait. Mes Musait, Harunit dhe Isait dhe Mërjemës ka me qindra vite. Ama ka qenë bo traditë në popullin Beni Israil, sikur dhe në popujt muslimane, që ti emronin fëmijët dhe pasardhësit e tyre me emrat e pejgamberëve, pra me emrat e pejgamberësh. Atëherë filloi Allahu xhelle xhelalu të shpalosh mrekulli me Mërjemën qysh në kohën kur ajo ishte vejush me fjalë vajzë adoleshente që u ngoju në Beitul Maqdis, pra në shtëpinë e Maqdisit dhe Xhamin Aqsa si quhet sot, dhe të shërbej aty dhe nuk dilte jashtë as edhe me ushqy. Kush e ushqen dhe pikë tjekë. Qysh aty ka fillu mrekulli që Allahu xhelle xhelaluhu i zbriste Mërjemës ushqim enkas me fjalë dhe ushqim nga më të çuditshmet. Pa frutat që boheshin ndimër, ja çonte në verë dhe frutat e verës ja çonte ndimër. Pra, Allahu xhelle xhelalu është i plotfuqishëm për gjithçka dhe nuk ka gjë për të çuditur me fjalë. Mjafton që të urdhëroj këtë don Allahu xhelle xhelalu prej melajkëve të tij që dihet toka që Allahu ka kriju, vene është dimër, vene është verë, vene pranë verë, gjitha stilët subhanallahu i ke pëmiko. Pa edhe sikur me mos ekzistu ta, pra duhet me thellu trunin, edhe me mos ekzistu stinët ose prodhimtaria këtyre frutave qoftë verore, dimrore ose vjeshtore, pranverore më thash, ta Allahu xhelle xhelaluhu nuk kanë rëndësi këta. Ekzistojnë se ekzistojnë. Janë të mundshme, janë të mundshme. Mjafton që Allahu xhelle xhelaluhu të thotë i gjonje bëhu dhe bëhet, dhe për këtë do flasim edhe në çështjen e hurmës, palmës, kur lindi Isa alayhi salatu wassalam. Dhe Kurani e shpalos me fjalë haptazi këtë që thotë Allahu xhelle xhelaluhu në gjuhën e Zekerias: "Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah." Mirë, sa herë hynte Zakaria në xhami me u fal, gjende ushqim. Gatshëm ke Mërjemja. Sikur thamë se e zdilten nga manastiri ose nga xhamia e shenjtë e Aksas. E si pasoj, për të bind Zekaria, se e binde se ishte pejgamber prej pejgamberëve të Allahu xhelle xhelaluhu, që vërtet ky ishte një mrekulli, po thjesht për të marrë edhe një dëshmi prej saj. E pyet o Mërjem, nga të vje ky risk? Aja pa kur farzitimi thotë, ky risk thotë është prej Allahu xhelle xhelaluhu. Inna Allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab. E pa dyshim Allahu xhelle xhelaluhu furnizon dhe jep risk kujt do. Pa sa
pa hesab, pa llogari, pa mund. Nuk është kusht që të thomi sot të bëjsh munën edhe e ketë garantuar. Jo. S'është. Ti mund ta bësh munën jo 100%, bëj 100%. Allahu xhallahu xhelalu nga e mund 100 deri 100% ka caktuar kaq, jo sa do të. Ke mundësi me thy malet, ja. Pra, gjithmonë subhanallahu arsyeja, logjika në Islam dhe të arsyetumit e teksteve fetare në Islam nuk janë vetëm këndvështrimin materialist. Por te e si pasoj, qysh këtu fillon Allahu xhallahu xhelaluhu të shpalos mrekulli me Merijemen alayhis salatu wassalam ose radiallahu anha, ku gjithë ulemat kanë thonë se ka prej diku pakic që kanë thonë që edhe Merijemi është profete prej profetëve të Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe argumentohen që i ka zbrit shpallje. Dhe kujt i zbret shpallje? Quat e mirë, pa është e pranueshme kjo? Ja. Pse? Se është dobësi dhe mangësi që profecia t'i zbresi një femre. Se kur femra nuk e zëvendëson ose nuk është në rang me mashkull. Por se shumicës ulemave kanë thonë që Meriemi radiallahu anha është prej elvijave të Allahu xhallahu xhelaluhu, gruzoj fisnike, sejide dhe zonjushe gravet në xhennet, sikur kanë hërë hadithet e sakta, radiallahu anha, dhe nuk është profete prej profetëve të Allahu xhallahu xhelaluhu. Dalim tani ke shpalosje se si Allahu xhallahu xhelaluhu e ngjiz Isajin alayhi salatu wassalam në mitrën e Merjemes radiallahu anha. Thot Allahu xhallahu xhelaluhu: "Wadhkur fil kitabi Maryama intabadhat min ahliha makanan sharqiyya." Kështu fillon me gjallë ai planifikimi i Allahu xhallahu xhelaluhu që më këtë grua do ndodhi diçka. Thuhet që ja nguliti instikti i Merjemes para që të ngjizej me Isajin alayhis salam u shkëput nga familja. Dhe nguju në xhamin e Aksas. Vetëm lutej, falej edhe shërbente në xhami. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Dhe thuhet që ka qenë gruaja e parë në Beni Israil që ka përdorur mbulesën e rregullt sipas shariatit islam. Dhe këtë një fjalë e vum dhe vendosi pa dëshirë dhe pa izën të prindërve. Se është palos Kurani qartë azi. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Dhe vendosi thot pa izën ose pa dakordsinë, pa lejen e prindit thot hijab, mbulesën e sakët fetare me fjalë. Pse? Se Allahu xhallahu xhelaluhu kishte planifikuar akoma gjona më të lahtashme. Që në momentin kur i madhi Zot xhallahu xhelaluhu do t'i dërgonte Xhibrilin alayhi salatu wassalam me pamje njerëzore, pra në formë njeriu dhe jo në formë meleku, dhe kjo nuk është për të çudit. Xhibrili alayhi salatu wassalam me 10 raste qoftë në shariatin islam, po edhe para shariatit islam, ka zbrit tek pejgamberi Allahu xhallahu xhelaluhu me pamje njerëzore dhe në formë njerëzore. Dhe sikur e kemi thënë në botën e melekëve, që melekët Allahu xhallahu xhelaluhu kanë aftësi dhe dhunti që Allahu xhallahu xhelaluhu t'i formojë dhe t'i çformojë në lloj-lloj krijesash dhe pamjesh. Dhe kjo ka urtësi pafund me se kur Allahu xhallahu xhelaluhu nuk mund zbresi ke njeriu një krijesë që nuk e përshtatet njeriu. Se nuk e percepton dot, nuk i përballon dot, nuk i reziston dot. Pra sikur kemi thonë, kur Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam e ka pa Xhibrilin alayhi salatu wasalam me pamjen e tij origjinale, është ka thonë shifje, ka thonë
Aishës radiallahu anha. Pamje më dhore, thë. Kishë zënë me kratë e ti 60 kratë, ku lindë dhe përëndon djeli. Pra të shafsh një krijesë më hatashme, ashtë modhe, nuk e përballon dot fizionomia e njeriu. Jo mo, ky rand me burr, jo mo gru. Ha? Edhe se këto kanë qenë gra burnesha, dhe jo mo ka timovi Allah Gjelle Gjelalu i ka veçu dhe përjetësu, si me thonë me emrin Kur'an. Thot imodhi Allah Gjelle Gjelalu, pra e vendosit mullohej. Pse? Se kur dhe i shfaqti imodhi Allah Gjelle Gjelalu Gjibrilin a.s. pamje njerëzore, një mashkull i huj, se kish pa në herë dhe se kish njoft në herë, ti përshtatej edhe në pameni, nuk i lejohet femrës që dali para një të huj, një mashkullit huj, gjysë e zhveshur, ose sot s'kemi gjysë më zhveshur, kemi zhveshur me krejt. Por në atë kohë me kërë paka shumë, tradita aty kanë qenë që hushin një pelerin, ose hushin një qërqan. Si s'kanë qenë edhe kohët e qepjeve këtyre ke parasysh. Më Meriemi radiallahu anha u mbulu me fjalë mbulesën që imamvi Allah Gjelle Gjelalu ka preferu dhe ka caktu dhe obligu për femrën. Dhe thuhet që ka qenë e para grunë Beni Israil që ka vendos këtë hijab. Para përgatit imamvi Allah Gjelle Gjelalu me këtë lloj veshje që të përballohet me kryemelekun më madhështor, me pamje njerëzore që ishte Gjibrili alayhi salatu wassalam, dhe ky që momenti i urdhresës Allahu Gjelle Gjelalu që urdhroi Gjibrilin alayhi salatu wassalam që shko fryjë Merjemes alayhi radiallahu anha me frymën e fjalës Allahu Gjelle Gjelalu bon dhe baht. E kështu ndodhi, thot i modhi Allah Gjelle Gjelalu fa arsalna ilaiha ruhana fatamathhala laha basharan sawiyya. E në atë moment thot ne i dërguam asaj Merjemes krye melekun Gjibrilin alayhi salatu wassalam. Disa përkthimet hershme të Kuranit e kanë përkthyer ruhana shpirtin tonë. Dhe kjo nuk shkon për shtat as nga ana gjuhësore, po as edhe nga ana doktrinore. Pse? Se këtu do të takohemi me ata që thonë që është shpirti i shenjtë. Pra i Allahu Gjelle Gjelalu, Isa alayhi salatu wassalam. Dhe kjo nuk është e sakët. Fjala ruh dhe ruhuna wa ruhun minha përmenet me 10 raste në Kur'an në aspektin e Gjibrilit alayhi salatu wassalam. Dhe subhanallah, të kuptumit e arabishtës, fjala ruh në gjuhën arabe vërtet përkthehet dhe ka kuptim shpirt, që jep jetë, gjallësë. Mirë, për nuk e ka në këtë aspekt, nuk e ka kuptimin shpirt i shenjtë prej të modhit Allah Gjelle Gjelalu. Se gjitha shpirtat nuk ka dyshim që janë prej të modhit Allah Gjelle Gjelalu. Dhe tjetë në këtë kuptim i bi që gjithë, kush ka shpirt, Zotë në falet, atë është pjesë Allahu Gjelle Gjelalu ta'ala dhe Allahu Anzali. E kurse si kjo nuk do. Ama, shikni kuptimin e bukur që i jep Kurani dhe komentatorët e Kuranit kësaj shprehi ose këtij emri. Gjibrili alayhi salatu wassalam, zbritja e Gjibrilit alayhi salatu wassalam me shpalljet hynore në tokë, është sikur ky i jep jetë dhe gjallëri mbar njerëzimit ku lindë perëndon dielli. Pse? Se mos të ekzistonin shpalljet hynore. Gjibrili alayhi salatu wassalam dhe pejgamberon të Allahu Gjelle Gjelalu, a do kish pas kuptim jetën në dynjë? Njerëzit s'do kishin pas kuptim me krijesat tjera, kafsh, hyshin ke bota e kafshëve gjithë. Mirë për i modhi Allah Gjelle Gjelalu ka dash dhe ka pranu dhe ka prapëlqy dhe përzjedh për krijesën më të ndershme në sipërfaqen e tokës që është njeriu, që këtë njeri ta dalloj, ta veçoj nga krijesat e tjera dhe ta dalloj
me besim dhe iman dhe feje, dhe këtë besim dhe këtë iman dhe këtë feje njeriu kurse si nuk mund të gjejë prej vetes tij dhe prej sojt tij. Porse vetëm prej të madhit Allah xhelle xhelaluhu dhe vetëm prej nëpërmjet shpalljes që i vetmi melek që është ngarku me këtë post dhe detyrë prej të madhit Allah xhelle xhelaluhu, ndër me lajket më besnikët Allahu xhelle xhelaluhu, ndër me lajket më të afërt pranë Allahu xhelle xhelaluhu, nga Ademi alayhis salam deri me shpalljen e Muhammed Mustafa alayhis salam, kush ka qenë? Xhibril alayhis salam. E kështu soi i zbret meleku Xhibril alayhis salam Meriemës alayhi salatu wassalam ose radiallahu anha, të dyja të lejohen dhe pasi e shikon Meriemja njëri të huj pa njoft. Shikoni si reagon një grua ndershme, një grua që i friksohet Allahu xhelle xhelalu nderin e saj. Thot, qalet inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiya. Thot, unë i kërkoj ndihmë dhe mbrojtje gjithëmëshirshmit prej teje. Nëse ti e ke frikë Allahun xhelle xhelalu, pra mos kujto se unë do të më gjesh me fjalë azër për ja. Kërkoj ndihmë dhe mbrojtje prej plot fuqishmit Allahu xhelle xhelaluhu prej teje nëse ti ke qëllim të keq. Çfarë i thot Xhibrili alayhi salatu wassalam? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Do nën kuptohet mos u trym, mos u shqetëso, mos u brangas, dhe të siguroj thonë që unë jam i dërguar i Zotit tënd, i gjithfuqishmit Allahu xhelle xhelaluhu për me përgëzu thot ty dhe me të dhuru një djalosh tepër të pastër dhe të lirë dhe të veçantë tek i madhi Allah xhelle xhelaluhu. Fjala zakia në gjuhën arabe përdoret një fjalë njeri qenje më e pastër që ekziston në dynjë, pa mëkat. Dhe i tillë thuhet ka qenë Isa alayhis salam. Nga lindja deri në ngjitje lart. Thuhet që nuk ka bën njëherë mëkat si njeri. Dhe kanë shumë gjona të krishterët një fjalë që i marrin nga kjo vërtet, nga ky asketizëm tepër i thellë dhe i njohur ose i rrënjos në tipin e Isait alayhi salatu wassalam. Qalet çudit, pra logjika në një njeriu normal, arsye në një njeriu normal duke mos i të kalu anormale. I thot, qalet anna yakunu li ghulam ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. Si mund të ke mund thot një djalë, si mund të mbi mu një djalash, ndërkohë thot që mu thot deri tani nuk më ka prek dorë një riu. E riu që. Dhe si mund të ngjizem pa mos kry kontakt mashkull femër, pra logjika normale e njeriut. Pra bëni një pyetje vërtet në gjë. Edhe se Meriemja kishte edhe shkaqe tjera ose argumente tjera që ta besonte në mënyrë direkte se kjo mund të ishte një mrekulli prej mrekullive siç ishin të pashme me të. Meriemja thanë që ushqente pa ndihmën e kujt. I vinte vakti ushqimit në vakt që e dëshironte ushqim. Çfarë do lloj ushqimi donte? Mrekulli për mrekullive të Allahu xhelle xhelaluhu. Mirë, po këtu kanë thonë ulemat për me sjaru dhe për me qenë një fjalë mësim për mbarë breza deri në kiamet. Dhe se ardhja e Isait alayhi salatu wassalam
është aq e qartë, aq e shtjelluar dhe aq e mirë sqaruar në librat e shenjta, qoftë atyre në thojza, se s'ka gelmot atyre të shenjta, qoftë në librin tonë deri në kiamet, se ardhja e Isa alayhi salam është mrekulli prej mrekullive të Allahut xhelle xhelalu. Tu thot Meriemi alayhi salam, mirë thot që mos më ka prek njeri, po të siguroj thot që nuk jam e përdal. Pra thot, kulmi i morali dhe etikës një musliman, një besimtar, një të devotshëm. Si me ti. Si, atëherë Gjibril alayhi salam e sqaron dhe i thot, qala kedhalika qala rabbuka. Kështu thot, ka vendos dhe ka thënë Zoti yt. Po mirë, është çështje e përfunduar, mos pra është për te logjikës dhe arsyes dhe justifikimi që ti thon. Nuk është kusht që ti nuk mund të ngjizesh vetëm se me kontakt atë që Allahu xhelle xhelalu e sërën e jetët më poshtë, atëherë hu alayya hayyinun. Dhe ky mision dhe detyrë që më ka dhënë Allahu xhelle xhelalu për këtë dëshirë dhe vullnet është te normal dhe te kollaj dhe te le. S'ka gjë të vështirë tek Imam Allah xhelle xhelalu dhe nuk ekziston. Ose lehtë ose vështirë, ose s'ka nevojë. Shikoni që besimi, subhanallah. O Zot ja Rabbi na ruaj deri në fund. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لَكِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Kjo është dëshira dhe vullneti Allahu xhelle xhelaluhu për këtë. Dhe fjala ajet në gjuhën arabe ka shumë kuptime, ama në këtë rast mrekulli. Ai thot do të jetë mrekulli, thot, ardhja e tij në dynjë. Dhe mrekulli për mbar njerëzimin, edhe këshillsoj është Isa alayhi salam. Mrekulli për mbar njerëzimin deri në kiamet. Pavarësisht se kush e beson si të vërtetë dhe kush e beson si manipulu ose trillu, si kur e kanë manipulu dhe trillu tjeri. Mrekulli thot për mbar njerëzimin, thot mëshirë për ta thot, wa kana amran maqdiya, se kjo çështje thot është e përfunduar. Pra nga i moment, Meriemi alayhi salam, radiallahu anha, pasi thuhet që Gjibril alayhi salam i fryn, pra çfarë i fryn? Jo shpirtin e shenjtë se kur e kanë tërë, edhe në Kur'an është përkthyet, me thonë drejtën kjo. S'ka nevojë për shpirt, se dihet se nuk ka shpirt që është ngjizje. Shpirti kur, mas 3 muaj ngjizje, pra se kjo bindë edhe në ndesh qoftë me shkencën, për te i shkencës që bindë ndesh edhe me tekstet e shariatit islam. Shikoni si kanë ardhur tekstet e shariatit islam konform çdo lloj logjike dhe çdo lloj edhe shkencë, nëse ajo vërtet në fjalë nuk e devijon ose deformon atë vërtet pa diskutueshme që është në Kur'an ose në tekstet fetare. Thuhet të fryma ka qenë fjala Allahu xhelle xhelaluhu bahu dhe kaq. Kjo ka qenë fryma e Gjibrilit alayhi salam. Dhe kjo është më saktë, kjo është më pranueshme dhe më logjikshme. Se në fund e jetës jep përgjigjen e saktë dhe absolute. Atëherë pasi ngjizet Isa alayhi salam tek Meriemja radiallahu anha, فحملته gjerisht alza. فانتبذت به مكانا قصيا. E pasi u bën një fjalë barku ose ngjizja ose shtatzania e saj e qartë dhe e kuptueshme tek njerëzit, gjithmonë nuk binte në sy. Në fjala fëtëkhadet mekanan qasia, dhe më thonë gjithmonë largohej syve të njerëzit, larg. Qasia wa aqsa, të e një fjallë distanca që vjen nga arabishtja një fjallë, distanca me fjallë të larg syve të njerëzve.
Momenti që I vjen koha me lind, Isai alayhi salatu wassalam, pra vinë dhimbjet e lindjes, sikur çdo gnon, çdo gru, çdo femër që ka lind, Allahu Jelle Jelaluhu edhe Mariames alayhi salatu wassalam I erën dhimbjet normale, sikur një non lindje normale, jo se e shpjegon edhe Kurani haptazi. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Momenti që I vinë dhimbjet e lindjes, aq shumë u trondit ose u zemru Mariami alayhi salatu wassalam, sa që thuhet në atë moment tha ja lejteni mittu qabla hadha. Sikur kishta vdek thot para se ta përjetoj këtë moment. Dhe këtu kanë thonë ulemat, subhanallah, vetëm këtë moment që vujnë nanat kur lindin fëmija, nuk ja sos dhe nuk ja jep hakun nanës se të ketë hyme në dynja. Vetëm momentin e lindjes. A janë edhe dy momente tjera që nuk e premton kohë. Pra dhe kjo elvija Allahu Jelle Jelalu Mariami alayhi salatu wassalam, alayha salatu radiallahu anha, e përjetoi dhimbjen e lindjes. Sa që aq tepër e përjetoi që tha dhe nxori nga goja duke thënë e në gjora sikur kisha vdek para kësaj lindje, para kësaj dhimbje. Dhe të kisha qenë harru, mos më përmendte kushin një fjalë. Nikja. Mirë, pa ka shumë interpretime prej ulemave ky ajet. Kjo ishte e para, kanë thonë shumica ulema, dhimbjet e lindjes. E dyta, prej kuptimeve të ajetit ka thonë dhimbja e opinionit njerëzve se ku do ta çonte këtë foshnjë dhe kush do ta besonte që ky foshnjë nuk ishte kopi. Se kjo ndodhi. Edhe kjo kanë thonë ulemat, është një kuptim prej këtij kuptimi që tha Mariami alayhi salatu wassalam, ose radhiyallahu anha, sikur mos ta kisha lind këtë fëmijë, do të kisha vdek para këtij që mos përmenesha njerëzit. Dhe kuptimi I tretë, dhe kjo është më I dobti, dy kuptimet e para janë të sakta, dhe kuptimi I tretë thuhet që aq shumë u lodh edhe nga opinioni njerëzve që është në shtatzani, po edhe vetmia që do të lindte në vetmi, se ishte bo tradit një fjalë edhe kjo tradit njerëzore nga krijimi në fund që gruaja nuk lind vetëm. Pra, do ta kish një kekoka se s'ban. Mirë, po Mariami alayhi salatu wassalam s'ka pas askën kekoka. Dhe kush ka qenë krijesa që ju ka gjenë Mariames alayhi salatu wassalam në momentin e lindjes, trungu I palmës ose palma. Dhe jo grazhdi I kalit dhe I gomorit që e përmenin tjerë, që pa, Zot, më ruaj ja Rabbin, Dhe këtu pra ka me kulli dhe pse thash unë kush ka qenë krijesa që ju gjinë Mariames alayhi salatu wassalam, ose radhiyallahu anha në momentin e lindjes. Dhe thuhet që I ka ardhur një zan Mariames alayhi salatu wassalam në momentin që I erdhën dhimbjet që ulu ky trung palme. Pasi tulesh në shtetu, përgatitë trupin për lindje në shtetu. Pasi të mbështetesh, dhimbjet do të bojnë që në vetën, pra sforcimi I dhimbjes do të bojnë që ti lëvizësh dhe ta shkundësh edhe çfarë? Trungun e palmës. Dhe këtu Allahu përmend dy mrekulli. Në atë moment, pa lindi Isa alayhi salatu wassalam, thjesht zanafilla e dhimbjeve të lindjes. Kur lindë nanët, kur lindin gratë, trupi drivet. Dhe për me jashu ethet
Merjemes alayhi salatu wassalam, thuhet që Allahu xhelle xhelaluhu urdhëroi që të dalin një burim ke trungu i palmës, dhe ai burim të jetë ujë i grotë dhe jo i ftohtë, që të shunte e etjen dhe ethe ftohtësinë e lindjes. Dhe së dyti, pasi urdhëroi që tundi dhe trungun e palmës, hurmës, të zbresin hurmat freskët të njohur nga palma ke preri Merjemës alayhis salam. Të thuaj që u urdhëroi Merjemi alayhis salam që të hajë nga ato hurma dhe të pijë nga ai ujë në shenjë fuqie për me kryer një lindje sa më normale dhe sa më suksesshme. Dhe subhanallahu dhe shkenca e gjenekologjisë e ka faktu dhe dëshmu këtë që ashtë të dobishëm qenë kanë hurmat rutab, me fjalë të njoma, për gratë në momentin e lindjes, para lindjes, të shoqëruara me ujë. Dhe sot ke përdoret me fjalë edhe si kur në shumë klinikat botës islame, duke e marrë këtë shembull dhe këtë argument, po nga Kurani. Edhe si pasoj, si kur thamë, bijnë hurma, nga palma, dhe buron ujë po nga trungu i palmës, dhe këshisoj lindi i saj, alayhi salatu wassalam, në hijen e palmës, dhe pranë burimit ujit që dolin nga trungu i palmës, dhe këtë e thotë Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, dhe nuk e thomin ne, ose tjerit që ka lindë në kryp, në Hayat ose në burgun e kafshëve, ose në grashdin e kafshëve, por se ka lindë një lindje, si me thonë, tepër normale, dhe se Allahu xhelle xhelaluhu ja mundsoi Merjemës momenti që s'kishte njerëz t'i dalë një krijesë ngurt dhe t'i gjendet, si me thonë, për gjonat mot nevojshme që është ushqimi dhe qetësimi i robit në atë moment. Dhe aty lindi Isa alayhi salatu wassalam, dhe me kaq mjaftohemi, lutem Allahun xhelle xhelaluhu që me këto mësime dhe mrekullit na shtoj besimin, na forcoj besimin dhe na bëj qëndrueshëm në këtë besim deri në momentin e fundit. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Dhe vazhdojmë javën e ardhshme me shpresë Allahun xhelle xhelaluhu. Allah ju nderoft, Allah ju shpërblet.